Kalojmë direkt tek hantavirusi. Çfarë është? Është pralla e radhës që duhet në servirin, identik me atë të parën, se po ta shikosh se si po bëhet ajo përhapja e këtij lajmi të ri tani, është identik siç u bë përhapja me atë pandeminë e parë. Tani do të cilë një të dytë tani. E kam pasur në program të asishim më përpara këtë, po si duket nuk i ka ecur. Për kur, çfarë vitesh bëhet fjalë? Direkt mas asaj të parës. Direkt pas koronavirusit. Po, se ishte situata e freskët akoma dhe dëshin të bashkangjisnin këtë direkt e kështu. Çfarë ndodhi? Pse nuk u realizua atëherë? Po, sepse ishin hapur fronte të tjera lufte dhe probleme, siç ishte Ukraina me Rusin. Po, ajo e pengoi shumë këtë, se u përqendruan forcat atje më shumë. Tani u përqendru koronavirusi në Ukrainë dhe Rusi, domethënë. Jo, domethënë ishte kjo çështja e luftës atje. E qartë pra e zhvendosen një emër tjetër, koronavirusit. Se edhe e luftë konsideruan atë. Në Shqipëri nxorën tanqet, ma mendin nxorën tanqet ndër luftonin koronavirusin me tanqe. Pastaj vi rus, quajtën hyrjen futjen e Rusisë në Ukrainë. Quajtën çase quajtën pa lidhje, kupton se duhet mashin krahun e perëndimorëve këta. Miqës na futën karantinë edhe për atë situatën kur përplasjes midis Rusisë dhe Ukrainës, na fusin karantinë edhe ne këtu në Shqipëri që mund të na kapten e plumb qorr, domethënë nga përplasja Ukrainë-Rusi. Po se s'kishte kërkesë të tillë nga peshkaqenë të mëdhenj që qëndrojnë atje lart. Po ta bënë edhe këtë, atë po shkojnë deri në disa vendime qesharake të gjërave që po vendosin të bëjnë, edhe njerëzit janë gatshëm të përgjigjen, po ka drejt. Po bëshoja ka drejt kjo, ka drejt ajo. Po, doli edhe i kreu jo bështos tani fillon e mban ato fjalimet roboteske aty. Ka fillu këto me këto. Po identik si me herën e para, fillon e paraqesin tani të hapin terror, panik, ata hapin panikun, ne jemi anti-panik. Thjesht ju ofrojmë një aspekt ndryshe nga narrativa zyrtare, është ideja. Zyrtare i thënshëm, po. Po nga që dalin nga këto mediat e mëdha, edhe duhet i marrim të mirëqenia. Po kjo. Edhe kjo është prallë, besoj kishe ko pa shkruajt kjo. Po, okay, mirë. Edhe duan cilën këto të dytë tani, se i çun disa gjëra aty ku duan sipas tyre dhe tani mund ta lançonin atë pjesën e dytë për hapjes së terrorit. Ideja është që të fillojnë të marrin masa të reja tani këta, kufizuese, nuk do kemi kështu karantinë, nuk ndodh më ajo. Pse e thua këtë që nuk do ketë? Nuk do të shkoj, pse nuk do të shkoj deri në atë pikë që të ketë karantinë? Po sepse ajo pandemia e parë, me atë karantinë që u bë nga pandemia e parë, goditi atë anën e ekonomisë. Edhe këtë s'ka për ta pranuar më njëri të ndodhi për s'dyti, se shumë do ta pranojnë popujt domethënë, njerëzit. Po do ketë reagime dhe ato e din shumë mirë atë gjë, se pati goxha uli ekonomie. Po kjo është pozitive pra, për njerëzimin. Po si padashje po. Si padashje. Këtë pjesën do e lënë më njanë. Po duan të kalojnë ato masat shtrënguese të tjera pastaj. Po cilat mund do jenë ato? Ato që u bën dhe herën e parë, po nuk patët vaksinim, se duhet të sillen vaksinimin. Do fusin vaksinimin prapë tonë. Po. Atë që nuk arritën ti helmoshin gjithë herën e parë, do ta bëjnë me raundin e dytë. Këtë. Edhe do fillojnë që kush nuk e ka bërë, nuk do ketë mundësi shërbimi, të marri këtë, të marri atë, njëjta gjëra prapë. Të është tentativa e dytë kjo. Pjesa e dytë. Tani ata që mësuan nga pjesa e parë, do e kenë shumë më herë më të qartë për të kuptuar që është thjesht tentativa e dytë e mashtrimit. Nuk ka asnjë gjë. Dhe pashë ca njerëz që filluan me maska që tani edhe. Çfarë thua? Si kanë ngel mendje tani atyre që po pati rast të tillë. Ka pas njerëz që edhe pse para se dilte kjo hantavirusi, vazhdoshin akoma mashin maska. Po, dhe tani që po filloi kjo raundi i dytë dhe po dëgjojnë zora tani që nisin nga anija kroçeria. Paniku. Jo, po 3 veta kroçere, pastaj dhe filloi u përhap kur zbarkoi atje dhe tani po kalon nga shtetet, ka filluar tumor, ka vizë ajo ndërkombëtare, shkon gjithani. Edhe shkon nëpër aeroport ajo, zbret aty dhe Po ku thon, ku ka origjinën, ku nisi ky, nga doli prap ky hantavirusi? Po Kina po ne Kina. Gjithmonë Kina është popullare. Burimi prap po e vendosin po mijve, po për mijë, nga mijë. Si shpjegohet nga mijë? Kan dashur po i thjesht i vuni një emër mijë, mund të ishte të kaprolli apo po thjesht nuk ka rëndësi fare çka kafshë përdoren. Jo, si pash diçka që kishte bërë dikush një reagim, thoshte vetëm ato që kanë macën në shtëpi, domethënë shpëtojnë nga hantavirusi. Po, se do e hajnë aty dhe s'do përhapet virusi. Kupton këtë? Ai mund ta ketë thënë edhe me dozë ironike, domethënë për të ironizuar situatën e këtyre që thonë që vjen nga mit. Edhe shiko, tani mund të fillojnë të marrin ato masat idiote, kupton që kur je vetëm nuk të kap, jo të kap, kur je 2 të kap edhe mas orës 11 nuk të kap edhe po si ishte ajo shtun diel, po dole me gjyshen, mas orës 11 s'ka, pastaj të dielën do dalësh me prindin. Kupton ato po lunin me kapacitetin mendor të njerëzve, siç ai budallë njëni edhe.
Vraposhin njerëzit hypin ka proceshin muret se kalonte makina e policisë, po ishte për të bërë se sa e hëngrën këto, ja, sa dele janë. Ata vraponin se nuk kishin bërë ndonjë krim. Apo? Edhe duhet të sillin prapa të terror. Tani nuk justifikohemi, kupton, me po ta hajm tani këtë përsëdyti, se e pam herën e parë si funksionoi. Tani, kupton, historia përsëritet për herë, po s'kuptuam nga e shkuara, jemi destinuar të përjetojmë të ardhmen prap, po një lloj edhe më keq madje. Kupton, nuk ka justifikim. Mos i pranonin. Është e njëjta taktik që u përdor kjo përhapje panikut gjatë pandemisë numër 1. Tani do si numër 2. Po do e bën, kanë filluar me e bë më të frikshme, se po e krahasojnë me fuqinë që kishte Covidi. Kjo është më e fortë. Në fillim thoshte nuk kalon nga njeriu në njeri, tani po thonë që transmetohet dhe nga njeriu në tjetrin. Si transmetohet? Me anë të shtimes, me anë të frymarrjes kur ka po të njëjtat efekte ka ajo, po këto